tragjike. Grida Duma hum personin e zemrës Grida Duma, ish deputete dhe figur mediatike e njohur, ka përjetuar një humbje të rënd personale. Një nga mikeshat e saj më të ngushta, me të cilën kishte ndar vite të miqësisë që nga universiteti, ka ndëruar jetë. Lajmi ka prekur thellë dumën, e cila është shprehur se kjo ishte një nga goditjet më të rënda emocionale në jetën e saj. Humbja e saj ka nxitur reagjime të shumta ngushëllimi nga publiku. E ndjera vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë të cilën e përbaloi me kurajo të madhe. Grida kishte qëndruar pranë saj në heshtje dhe përkushtim gjatë gjithë kësaj kohe të vështirë. Miqësia e tyre kishte qenë një lidhje e veçantë e ndërtuar mbi mirëbesim, mbështetje dhe kujtime të përbashkëta. Ndarja nga jeta e shoqes ka lënë një boshllëk të pazvendësueshëm në zemrën e Dumës. Përmes një mesazhi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo ka ndarë dhimbjen dhe reflektimin e saj mbi jetën. Ajo ka theksuar rëndësinë e komunikimit dhe pranisë në jetën e njerëzve që duam. Në një moment kaq të trisht, Grida ka ftuar ndjekësit të mos e harrojnë vlerën e kohës së kaluar me të dashurit. Fjalët e saj janë përjetuar si një thirrje e ndjeshme për më shumë dashuri dhe kujdes njerëzor. Ngjarja ka shërbyer si një kujtesë e fuqishme për brishtësinë e jetës dhe papriturësinë e fatit. Mesazhi i saj ka prekur zemrat e shumë ndjekësve, të cilët janë gjendur pranë me fjalë ngushëllimi. Grida Duma po kalon momente zie dhe reflektimi të thellë. Kujtimi i mikesës së saj të ngushtë do të jetojë përgjithmonë në zemrën e saj. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.